Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro përballet të hënë me gjykatën në New York pas arrestimit nga ushtria amerikane e ndodhur në qendrën metropolitane të dënimit në Brooklyn, një institucion i mbipopulluar që njihet për incidentet e dhunshme. Seanca dëgjimore do të përmbahet përpara gjykatësit Alvin Hellerstein. Tha gjykata e distriktit jugor të New Yorkut. Maduro akuzohet për drogë dhe armë, një çështje që qeveria amerikane ka ndjekur në gjykatë prej 15 vitesh dhe presidenti është konsideruar i pandehur prej 6 vitesh. Maduro u kap më 3 janar në rezidencën e tij në Caracas nga forcat amerikane në kuadër të operacionit Maduro Out. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në krye të Venezuelës pas arrestimit të presidentit Nicolas Maduro. Duke folur me gazetarët në bordin e Air Force One të dielën në mbrëmje, ai deklaroi ndër të tjera se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin përgatitur për veprime të mëtejshme ushtarake në Venezuelë. Dealing with the people that just got sworn in, and don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? We're in charge. Ne kemi kontrollin në Venezuelë, kemi të bëjmë me njerëz që sapo kanë marrë detyrën. Mos më pyetni se kush është në krye, sepse do t'ju jap një përgjigje që do të jetë shumë e diskutueshme, deklaroi Donald Trump duke u përgjigjur një gazetari që e pyeti nëse kishte folur me udhëhecën e përkohshme Delcy Rodriguez. Krasaj, Trump deklaroi se Kuba është gati të bjerë. Sipas tij, për Havanë do të ishte vështirë të mbajë pa naftën venezueliane. Nuk mungoi paralajmërimi dhe për Kolumbinë. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. Qeveriset nga një njerëz sëmur dhe ai nuk do të jetë për shumë gjatë, tha Donald Trump. Ndërsa ripërsëriti nevojën për të zotruar dhe Groenlandën duke patur si shkak sigurinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas paralajmërimit të presidentit amerikan Donald Trump për një operacion në Kolumbi, si ai i Venezuelës ka reaguar dhe homologu i tij Gustavo Petro. Ndaloni së shpifuri, emërim nuk shfaqet në asnjë rast trafikimi droge, deklaroi presidenti kolumbian në rrjetet sociale duke u drejtuar Trump dhe sekretarit të shtetit Marco Rubio. Petro kujtoi gjithashtu se si komandant suprem i forcave të armatosura për të luftuar trafikimin e drogës urdhëroi sekuestrimin më të madh të kokainës në historinë botërore. Kam besim të madh tek populli im dhe për këtë arsye i kam kërkuar popullit të mbrojë presidentin nga çdo akt i palishëm dhune kundër tij, deklaroi Gustavo Petro. Bashkimi Evropian kërkon të mos ndërhyet në mënyrën e përzgjedhjes së kreut të shtetit të ri të Venezuelës. Përfaqësuesi i lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme, Kaja Kallas, drejtuar 26 vendeve të BE-s, kërkoi të respektohet të drejta e popullit të Venezuelës për të përcaktuar të ardhmen e tij. Bashkimi Evropian ka deklaruar vazhdimisht se Nicolas Maduro nuk ka legitimitetin e një presidenti të zgjedhur në mënyrë demokratike dhe ka mbështetur një tranzicion paqësor drejt demokracisë së udhëhequr nga venezuelianët, duke respektuar sovranitetin e tij. Kina kërkon nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të lirojë menjëherë presidentin venezuelian Nicolas Maduro. Ministria e Jashtme kineze deklaroi se operacioni ushtarak amerikan për të kapur presidentin Nicolas Maduro shkeli ligjin ndërkombëtar, shkruan Sky News. Në deklaratë thuaj ndër të tjera se Kina gjithmonë mban komunikim dhe bashkëpunim pozitiv me qeverinë e Venezuelës. Disa orë përpara kapjes së tij, Maduro po priste një delegacion kinez në Caracas. Qytetarët nga Kosova përfitojnë më së shumti asistencës sociale nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në dokumentin e publikuar në rrjetin social Truth Social, presidenti amerikan Donald Trump shfaqi një listë ku tregohet se 46% e familjeve nga Kosova përfitojnë ndihmë sociale. Më pas renditen familjet nga Shqipëria me 41.3%. Përfitues nga Maqedonia e Veriut janë 33% e familjeve që jetojnë nga SBA. Përkrahas Shqipërisë janë dhe Moldavia, Ukraina dhe Vietnami. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Spak shton akuzat ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Ish kryeministri demokrat pranoi përpara gazetarëve se prokuroria e posaçme shtoi si element akuze faktin që fëmijët e tij kanë përfituar nga privatizimi i banesave. Berisha sqaroi se përfitues të këtij procesi të nisur në vitin 1992 ishin me miliona qytetarë shqiptar. Sipas ish kryeministrit, konkluzionet e prokurorisë posaçme janë jo vetëm të pabazuara në fakte, por dhe alogjike, pasi përpiqen të rëndojnë situatën duke lidhur në mënyrë artificiale funksionin e tij shtetëror me procesin e privatizimit. Ndërsa nuk munguan dhe komentet për arrestimin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të presidentit të Venezuelës. Edi Rama pranon vetë fajsin, pranon se është Ramaduro i Europës, pranon se ka vetëm një fat dhe ky është fati i
Maduros, por këtë natyrisht do t'ja japin deltat apo do t'ja jap populli shqiptar, unë them do jap populli shqiptar. Kushtet atmosferike dhe era e fortë penguan në korimin e mesditë të tragedit të linjës Vlorë-Brindisi. Kapiteneria e portit të Vlorës bëri të ditur se tragedi nuk ka mundur të ankorohet pasi ekziston rreziku i përplasjes me kalatën. Sipas kapitenerisë, sapo të përmirësohen kushtet, tragedi do të tentojë ankorimin. Më herët kapiteneria e portit të Vlorës informoi se deri në 7 janar, për shkak të përkeqësimit të kushteve atmosferike dhe erës, është pezulluar lundrimi i anijeve të vogla dhe atyre të peshkimit. Shqipëria është në rekordin e 12 milion vizitorëve të huaj në vitin 2025. Ministri i Turizmit Blendi Gonxha e cilësoi këtë shifër, një rezultat që konfirmon konsolidimin e vendit si një destinacion turistik gjithvjetor. Shqipëria ka interes të qëndrueshëm përtej sezonit veror dhe me oferta të larmishme në turizëm kulturor, natyror, kulinar, sportiv dhe jo vetëm, duke forcuar pozicionin e saj në artën ndërkombëtare të turizmit, shkruan Ministri i Turizmit Blendi Gonxha. Administrata doganore në Shqipëri përmirëson të ardhurat për vitin 2025 me rreth 2.5 miliard euro. Krahasuar me një vit më parë, janë mbledhur rreth 10 miliard lekë më shumë, duke shënuar një rritje prej 4.3%. Sipas Drejtorisë Përgjithshme së Doganave, rritja ka ardhur me gjithë efektin negativ të forcimit të lekut ndaj valutave të huaja, duke sjellë një humbje prej rreth 9.5 miliard lekësh në raport me planin vjetor, kursi këmbimi ndikoi dhe në realizimin e të ardhurave vjetore në masë 98%. Kryeministri i detyrë dhe kryetari i lëvizjes vendosi Albin Kurti angazhohet për formimin e qeverisë së re me njëherë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Në intervistë për Kosova Press, Kurti tha se synimi është që sa më shpejt të konstituohet kuvendi i legjislaturës të 10, të zgjidhet kryesia e kuvendit dhe të formohet qeveria e re. Për Albin Kurti, në fillim vendimi më i rëndësishëm do të jetë miratimi i buxhetit për vitin 2026. Sipas tij, bashkëpunimi me partitë e tjera do të shihet shumë shpejt për shkak të marrëveshjeve ndërkombëtare urgjente. Ne se sa mund të kemi komunikim e bashkëpunim me partitë e tjera, do ta shohim shumë shpejt, sepse duhet i votojmë këtë marrëveshje ndërkombëtare. Pra shumë e rëndësishme që mos vonohemi më për 880 milion euro të planit të rritjes së Bashkimit Evropian, ku 2/3 parafërsisht janë kredi, ndërkaq 1/3 janë grant. Ndërkaq në anën tjetër, gjithashtu i kemi edhe 9 milion euro prej Bankës Botërore mbështetje për buxhetin. I kemi edhe 20 milion euro të tjera për qerdhet për fëmijë dhe 20 milion euro të tjera për sistemin informativ shëndetësor. Kryeministri në detyrë, partia e cilit mori mbi 50% të votave në zgjedhjet e 28 dhjetorit, nënvizon se Kosova nuk duhet të vonohet me përfitimin e rreth 880 milion eurove nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian, si dhe 90 milion eurove mbështetje buxhetore nga Banka Botërore. Pra shumë shpejt do ta shohim ne se a do të mund të bashkëpunojmë me opozitën sa i përket marrëveshjeve ndërkombëtare. Ndërkaq sa i përket qeverisë nuk do të ketë kurrë problemi për formimin e shpejtë të qeverisë. Aktualisht vonesat janë derisa të bëhet numërimi i plot i votave dhe certifikimi i rezultateve. Sindikatat në Kosovë kërkojnë formim urgjent të qeverisë së re. Kryetari i Federatës Sindikale të Punëtorëve të Sektorit Privat, Yusuf Azemi, vlerësoi se në sektorin privat dhe publik janë përballur me përkeqësim të ndjeshëm të kushteve ekonomike dhe sociale gjatë vitit 2025, si pasojë e mosformimit të institucioneve të reja dhe funksionimit të vendit me qeveri në detyrë për gati një vit. Përfaqësuesit sindikal kërkojnë që qeveria e ardhshme të veprojë menjëherë, duke vendosur në prioritet dialogun social, rritjen e pagave dhe zbatimin e ligjeve të pazbatuara ndër vite. Sipas tij, inflacioni ka përkeqësuar dhe më tej gjendjen ekonomike të punëtorëve të sektorit privat, duke i bërë ata më të varfër se kur më parë, ndërsa dialogu social ka munguar pothuajse tërësisht. Cilat janë kërkesat tona janë ato të vitit 2021 që i pat proklamuar kryeministri i Kosovës se do t'i bajë duke u nisur nga marrëveshja kolektive, nga gjykata e punës, nga ligji mbi sigurimin dhe shëndetin, domthonë që të gjitha dhe definitivisht nuk është realizuar asnjë. Andaj çka po dëshirojmë ne që në fakt nga e kaluara nuk po na jap shumë shpresë. Dëshirojmë që në rend të parë duhet të jetë dialog i sinqert, pastaj duhet punohet për të mirën e popullatës, në veçantë për punëtorët e sektorit privat të Kosovës. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë është i mendimit se procesi i përfundimit të numërimit të votave do të bëhet më shpejt se sa ishte planifikuar dhe përpara datës 19 janar. Zëdhënësi i KQZ-s, Valmir Elezi, në një konferencë për mediat,
ta se parashihet përfundimi i procesit të tërheqjes së të gjithë flet votimeve nga kutitë postare. Sipas të dhënave paraprake nga 57 vend votime ku është mundësuar votimi me kusht në 38 komuna, në përgjithësi janë vënë re në sistem mbi 9.900 votues të regjistruar për të votuar me kusht. Ndërkaq, numri i votuesve të regjistruar në programin e votimit të personave me nevoja të veçanta ka qenë 2860. Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut parashikon që zbatimi i faturave elektronike do të sjellë më shumë transparencë, drejtësi dhe stabilitet në ekonominë e vendit. Në një konferencë për shtyp, Gordana Dimitrescu tha se sistemi i ri elektronik do të zëvendësojë procese tradicionale të lidhura me përdorimin e gjerë të dokumentave në letër dhe atyre fizike. Për shtetin, fatura elektronike do të mundësojë mbledhjen më efikase të taksave bazuar në të dhëna të sakta dhe reale, si dhe një luftë më të fortë, më të saktë kundër ekonomisë gri, deklaroi Dimitrescu Koçeska. Drejtoria e të ardhurave publike në Maqedoninë e Veriut shënon një rritje me rreth 308.3 milion euro krahasuar me vitin 2024. Gjatë vitit 2025, në buxhetin e shtetit janë mbledhur rreth 4 miliardë 426 milion euro nga taksat dhe kontributet sociale. Nga kjo shumë, të ardhurat tatimore arrin në 2 miliardë 334 milion euro, me një rritje prej 7.5% ose 163.2 milion euro më shumë se një vit më parë. Ministria e Jashtme e Bullgarisë ka shprehur shqetësimet lidhur me zbatimin e planit francez në Maqedoninë e Veriut. Republika e Bullgarisë vëren me shqetësim tezat e fundit e autoriteteve në Shkup, të cilat sipas saj devijojnë ndjeshëm nga thelbi i konsensusit evropian të vitit 2022. Publikohet në faqen e internetit të Ministrisë së Jashtme të Bullgarisë. Nga Sofia kujtojnë se plani për të drejtat e komuniteteve është një hap që synon të ndjek hyrjen e bullgarëve në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut, e cila është ende në vazhdim dhe që do t'u lejojë, siç thon ata, fqinjve të hapin negociatat e pranimit në Bashkimin Evropian. Kreu i diplomacisë së Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, i kërkon Sofjes të sillet në mënyrë europiane në vend që të bëjë komente të pabazuara. Ministri i Punëve të Jashtme shton se vendi është njohur si një shembull pozitiv në nivel europian në zbatimin e të drejtave të komuniteteve dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë në të ardhmen. Dokumenti përmban masa afate dhe institucione kompetente të përcaktuara qartë dhe plotësisht në përputhje me standardet më të lartë europiane, thuhet në reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut pas kritikave që vijnë nga Sofia zyrtare. Qeveria e Maqedonisë së Veriut mbështet operacionin antinarkotik të SHBA-ve në Venezuelë. Sipas kryeministrit Istria Mickoski, qeveria e tij qëndron për krye argumenteve dhe veprimeve të partnerit strategjik Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I pyetur nga gazetarët nëse ajo që ndodhi në Venezuelë ishte në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, Mickoski tha se komentin për këtë do t'u lër ekspertëve të së drejtës ndërkombëtare. Nëse qeveria qëndrojnë për krye argumenteve dhe veprimeve të partnerit ton strategjik, Shteteve të Bashkuara, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Istria Mickoski. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.